PS ka fituar me përsi të thellë në qarkun e Elbasanit, me një diferencë me mbi 42.000 vota. Në rang qarkun e Elbasan, Partia Socialiste ka siguruar 79.799 vota, teksa koalicioni Partisë Demokratike ka 38.905 vota. Në Dibër kanë mbetur me 2 kutit e fundit. Sipas të dhënave aktuale, PS vazhdon e përsin edhe në Dibër. Socialistët kanë përmbysur rezultatin në 4 viteve më parë në këtë qark, ku deri më tani shifrat e siguruara përkthehen në 3 mandate, me mbi 10.000 vota diferencë. PS ka marrë 32.703 vota, ose 56.3% të votave, e thëndryshe gati 10.690 vota para rivalve. Krahasuar me vitin 2021, PS ka shënuar një rritje të ndjeshme për 11.6%, pasi në zgjedhjet e mëparshme kishte 44.7% të votave dhe 2 mandate. Koalicioni Partia Demokratike ASHM renditet i dyti me 22.013 vota, ose 37.9% të totalit, duke siguruar 2 mandate. Krahasuar me rezultatin e vitit 2021, PD ka humbur terren me -14%, pasi atëherë kishte marrë 52.3% dhe 3 mandate. Partitë e tjera nuk kanë arritur të sigurojnë mandate në këtë qark. Një rritje me shifrat e fundit ka pësuar PSD.